Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Dhe sot të ftuar kam një zonjë intelektuale, profesoresh, e cila u vu në shenjestër, jo si rrallë herë, me një status i cili u përhap nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, por sigurisht zngjalli një sër debatesh. Bëhet fjalë për Arta Toçin, profesoreshën e nderuar. Faleminderit që je pjesë e podcastit tonë. Faleminderit që më ftove, Nasim. Është kënaqësi, e di që u vure në vëmendje, kishte një interes të madh për ty, por unë gëzojmë që je këtu me mua. Në bisedën jo formale që e patëm në deri tani, unë tregova se mbas atij statusi që e kisha në Facebook, unë pata shumë ftesa për televizioneve të Shqipërisë, për televizioneve edhe mediave të Kosovës dhe t'jem sinqert unë i kam refuzuar sepse konsideroj se nuk duhet jetë vetëm një status të cilën e riposton kryeministri që unë të bëhem me famshme dhe të më ftojnë të gjithë, por ja që podcastin tënd e respektoj shumë dhe nuk e refuzova, po me kënaqësi. Unë të falenderoj sinqerisht për këtë gjë, sepse jam i sigurt që do bëjmë një bisedë të bukur dhe jo thjesht për shkak të statusit, po për shkak të gjithë backgroundit tuaj publik, do të kisha thënë. Për ata që nuk e din, unë do të përmend vetëm disa gjëra, që keni qenë deputete, keni qenë edhe zëvendës ministre e jashtme, pra keni qenë një person që keni qenë pjesë e jetës publike, aktive, dhe së fundmi vlerësime dhe konstatimet tuaja vijnë nga pozicioni një intelektualeje. Dhe arsyeja pse të tjera ishte kjo e fundit, sepse sido që të jetë, kam përshtypjen që biseda do jetë më e çliruar nga çdo lloj petk partijak, apo jo? Për sa i përket intelektualizmit, falenderoj për vlerësimin që ma bëni. Unë e këtill kam qenë edhe në politikë kur kam qenë. Do me thënë, mu nuk më ka bë politika ma intelektuale ose ma pak intelektuale, unë e kam qenë e këtill, por ndoshta politika ashtu si që filluat edhe ju, me postet të cilat i kom pas të dyja për një kohë të shkurtër, është më e rëndësishme se sa vlerësohet ndoshta më tepër se sa intelektualizmi i njeriu që e kemi. Po ndoshta i keni dhënë intelektualizëm politikës, kjo s'është gjë e keqe, profesoresh. E keqe nuk është, sigurisht se unë njësoj si ju mendoj se politika në Maqedoni ka nevojë për njerëz të cilët do sjellin një dell intelektual, sepse qasja intelektualit për fenomenet e ndryshme është pak më ndryshe se sa ajo që po e shohim tani, po për fat keq nga ta themi periudha më gjata, niveli i njerëzve të cilët po merren me politik po bie gjithmonë më tepër dhe kjo një përfaqësues i popullit është shembëtyra e popullit. Do me thënë, ai është përfaqësuesi dhe më përfaqëson mua, të përfaqëson ty dhe për fat keq ne nuk kemi një përfaqësim të denj intelektual dhe më vjen shumë keq për këtë dhe ndoshta kjo është edhe arsyeja që une siç ju thash ndeta një periudhë në politikë dhe pastaj gradualisht fillova të largohem se nuk e gjeja veten aty. Ja, do t'ju pyes sigurisht për shkak të atij statusi që u vure në vëmendje, ne që u njohim për te atij statusi, por me që diskutimin e filluam me jetën aktive politike, atë zhgënjen fakti kur shikon profesoresh përfaqësues politik të cilët nuk e kanë nivelin e duhur intelektual, ndërkohë që janë në poste të rëndësishme dhe marrin vendime të rëndësishme në emrin ton. A shikoni një degradim ndoshta të përfaqësimit shqiptar në institucione? Po ju thashun, do me thënë ka një degradim i cili është në ngritje sipër. Gjithmonë ky degradim për shqiptarët të cilët në Maqedoni mund të llogariten si intelektual, bëhet akoma edhe më i thellë, sepse ti nuk e gjen veten te përfaqësuesi yt. Por
unë shpresoj se do kemi një masë që do vetëdijsohet në të ardhmen dhe do bëjnë një lloj seleksionimit njerëzve se kush është ai denj i cili mund të më përfaqësoj mua në të ardhmen. Dakor, do t'i rikthehemi edhe pak politikës këtu edhe jetës publike këtu, por dua një herë ta filloj bisedën me një këndvështrim tuajin për zhvillimet në Shqipëri. Disi ai status i cili u vu në shenjestër ishte mes idesë që sigurisht që protestat duhet të zhvillohen, sigurisht që të rinjt duhet ta thonë zërin e tyre, kritikën e tyre, por njëkohësisht ndoshta kjo mos bëhet duke dëmtuar vetë Shqipërinë apo edhe proceset në Shqipëri. Por si mund ta elaboroni tani për ata që ndoshta nuk e kanë lexuar atë status tuajin? Shikoni, protesta është e drejtë demokratike e secilit vend, e çdo shoqërie. Dhe unë përkrah çdo protest, kudo qoftë që ajo organizohet, kur ka një qëllim të caktuar. Protestat në Shqipëri filluan me atë agjendën e gjelbërt, me ruajtjen e ambientit, dhe më vonë patëm një shmangje nga kjo agjendë e gjelbërt dhe filluan me diçka tjetër, mandej kalum te dorëheqja e kryeministrit, mandej te burgosja e kryeministrit dhe e kryetarit të partisë opozitare në Shqipëri. Mandej fillum me do agjenda tjera të cilat po na vinin nga vendet të cilat sa janë miqësore është një çështje tjetër ndaj shqiptarëve dhe unë përkrah protestën kur e ka një qëllim caktuar. Dhe caktohet një ekip i njerëzve të cilët kanë një agjendë, kanë një program dhe dihet se duhet të arrihet ky qëllim dhe për këtë qëllim ne do e bëjmë këtë. Në protestat në Shqipëri ne dëgjojmë lloj-lloj kërkesa. Dhe secila kërkesë që vjen nga një grup njerëzish mbaron me fjalinë dorëheqje kryeministri. Kemi kërkesa për ambientin, kemi kërkesa për pensione, kemi kërkesa për drejtat e grave, kemi të protesta për blogeret, kemi të drejt për kafshët, për lloj-lloj kërkesa dalin aty dhe secila në fund përfundon me fjalinë poshtë kryeministri, poshtë qeveria. Pra, nuk janë të kanalizuara, nuk janë mirë të organizuara dhe këto gjëra më kanë bërë që ndoshta edhe të reagoj jo vetëm me postimin e fundit, por edhe me postime të tjera, të cilat unë nuk në asnjë mënyrë nuk i kritikoj protestat, siç nuk i kritikoj protestat në Maqedoni, ashtu nuk i kritikoj as protestat në Shqipëri, por kur ato janë të kanalizuara me një qëllim caktuar, cila është kërkesa, si do të arrihet qëllimi dhe cilat janë strategjitë për të arritur deri te qëllimi. Po ja, kishte edhe ka, jo vetëm ndaj jush, por në përgjithësi ka opinione të ndara për protestën. Në Shqipëri njëra palë sigurisht që i mbështet dhe duket si një protestë kundër krejt establishmentit politik, ku ndoshta një brez i ri është i lodhur më me një politik që ata nuk e shohin veten. Nga ana tjetër ka zëra që sigurisht janë mbështetës ndaj qeverisë në Tiranë, duke thënë se megjithatë kryeministri ka bërë me qeverisjen e tij një ndryshim në Shqipëri. Kur e elaboroni në këtë lloj mënyre, profesoresh, keni frikë se ndoshta këto që janë pro protestës do t'ju keq kuptojnë kur thoni që protestat nuk janë të plota, kur nuk ka një qëllim? Shikoni, në shoqëri ka diversitet mendimesh dhe duhet respektohet mendimi secilit, duhet respektohet. Për shembull, e kam mendimin shumë të kanalizuar, e kam shumë qartë mendimin tim lidhur me protestat. Dhe sigurisht edhe ata që protestojnë e kanë mendimin e tyre, por ne nuk duhet ta gjykojmë njëri tjetrin nëse nuk mendojmë njësoj. Nëse dikush është pro protestës, le të më argumentoj pse. Ose nëse unë jam kundër protestave, atëherë unë po argumentoj, le të kërkoj nga unë të argumentoj pse jam kundër protestave.
duhet respektohet mendimi i njëri tjetrit dhe jo vetëm për këtë çështje. Në shoqërinë tonë ne nuk e respektojmë mendimin e njëri tjetrit. Dhe sa është kjo, do me thënë, mungesë e demokracisë, mungesë e mendimit kritik që kemi për çështje të ndryshme, për fenomene të ndryshme, për politikën ndoshta, ne nuk e respektojmë, si thash, nuk kemi mendimin kritik dhe mendimin e tjetrit nuk e respektojmë dhe mënyra më e lehtë për ta demaskuar dikën, për t'ju kundërvënë dikujt është fillojmë me ofendime. Dhe ti e ke gabim. Askush nuk është i denj, ti thot tjetrit, ti e ke gabim. Nëse ti nuk mendon si unë. Unë nuk them se ti e ke gabim. Po bisedojmë. Hajde bisedojmë edhe do shohim cili e ka gabim. Po mundim edhe unë edhe ti ta kemi me drejt. Sepse mbrojmë një kauzë e cila për mua është e drejt, për ty mundet mos me qenë e drejt. Te ne fillojmë me ofendime, me sharje, me gjëra të cilat janë shumë personale, mandej kalojmë në atë dhe njerëzit, kjo është edhe arsyeja që njerëzit ngurojnë të paraqiten të kenë paraqitje publike të këtilla. Po unë krijon imunitet lidhur me këtë. Në fakt, një nga arsyet që pse doja të ishit në program, përveç vëmendjes që e morët, është pikërisht kjo, sepse sfera publike, hapësira publike ka nevojë për të dëgjuar njerëz që kanë një përvojë publike, politike, dhe janë më të qetë disi, se nuk janë të angazhuar konkretisht në një rafsh politik. Unë e bëra atë hyrje në fillim, po ja ta sqarojmë edhe një herë, ti tani nuk ke një angazhim politik dhe prandaj je disi edhe më e lehtë. Po për t'ju rikthyer çështjes, profesoresh, në qoftë se protestuesit akuzojnë për momentin dhe e lidhin protestën me korrupsionin, me keqeverisjen, a bëjmë keq nëse themi që s'duhet të protestojnë, se duket sikur jemi apologjik pikërisht të këtyre fenomeneve të padëshiruara? Shikoni, çdo demokraci shndrohet në diktaturë kur ajo zgjat gjatë kohë. Dhe kjo po ndodh me të gjitha vendet. Nëse tani socialistët e kanë mandatin e 4 në qeverisje nga viti i kaluar, kjo do të thotë se ky është viti i 13 i qeverisjes së socialistëve dhe të Edi Ramës. Ka korrupsion e njohur Shqipëria për shkallën e korrupsionit. Dhe këtu ka kritika qeveria maksimale, ka qeveria e Shqipërisë në krye Edi Ramën. Në postimin tim unë nuk e përkrah këtë lloj politike ku ta quaj ku vidhet shteti ytë. Në asnjë mënyrë nuk jap përkrahjen time për këtë. Por cilin opsion tjetër e kemi? Këta që ta themi protestuesit. Janë çu dhe nuk gjithmonë kur ti kritikon, e jep një opsion tjetër. Unë e dëgjova para në 2-3 ditëve, hajde me short po e zgjedhim kryeministrin. Kjo ishte një variant. Dhe çka po kryojmë anarki në shtet, në Shqipëri. Dikush mund të më thotë mua, çfarë t'intereson aq shumë për Shqipëri? Po më intereson sepse është shteti joni, apo dhe unë këtë interesim e kam pas gjithmonë për Shqipërinë, për ngjarjet se çka po ndodh në Shqipëri, sepse jeta jon këtu varet nga ajo si është Shqipëria. Prandaj edhe tregoj interesimin tim. A mund të thuhet atëherë që një Shqipëri e dobësuar, për çfarë do lloj arsye, në fakt i bën dëm krejt shqiptarëve? Po sigurisht po. Sigurisht se po. Në këtë kontekst, kur ju thoni që ju keni interes për Shqipërinë, kishit edhe reagim që pse njerëz nga Maqedonia protestonin në Tiranë. Si shikoni këtë aspekt, profesoresh? Pse atëre një kushdo qoftë që ka një mendim ndryshe, që e do po aq Shqipërinë, nuk duhet të protestojë ose duhet të protestojë në Tiranë për një qëndrim ndryshe nga ai kryeministrit? Po. Pikërisht për atë ishte edhe postimi im, sepse
dëgjova disa, s'është me rëndësi, që me mikrofon kërkonin nga kryeministri i Shqipërisë t'jep dorëheqje dhe na le rahat neve. Në fakt, Shqipëria është vendi jona dhe me kushtetut e ka obligim që të interesohet për shqiptarët, të gjithë shqiptarët të cilat jetojnë jashtë rrojeve administrative të Shqipërisë. Por ne si qytetarë të Maqedonisë nuk e kemi kryeministër Edi Ramën. Ne kemi tjetër kënd kryeministër dhe të shkosh në këtë aspekt Shqipëria megjithatë është shtet tjetër. Dhe të shkosh ti në një shtet tjetër dhe ta kërkosh dorëheqjen e kryeministrit të atij shteti, mu duk jo e logjikshme. Dhe në aspektin psikologjik, kur po analizoja, mu duk se nevoja për të protestu është prezente të njerëzit tonë, por guximi për të protestu këtu mungon. Dhe shqiptarët e Maqedonisë mendoj se këtë nevojë e kanë për të protestuar, por nuk kanë guxim të protestojnë. Dhe kryeministri i shqiptarëve të Maqedonisë nuk është Edi Rama, është Mickovski, është kryeministër. Dhe parashtrojnë një pyetje, a kanë arsye shqiptarët e Maqedonisë të protestojnë në Maqedoni apo jo? A kanë arsye? Kanë shumë atë për arsye se sa shkojnë ta kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit të Shqipërisë, sepse të qenit kryeministri i Shqipërisë nuk i tangon aq shumë këta shqiptarët të Maqedonisë, sa ma tangon dhe hynë në jetën tonë të përditshme se kush është kryeministri i Maqedonisë. Dhe këtu nuk ka një zë. Askush nuk reagon, a ka me mia arsye për të reaguar në Maqedoni. Unë po marr për shembull, ta themi, rastin e fundit në Tetov. E keni fjalën me vendimin e gjykatës kushtetuese? Me vendimin e gjykatës kushtetuese, domethënë që e kthen pas 19 vjet. Dhe nuk ke asnjë zë i cili reagon. Zërat të cilat paraqiten në Facebook apo në rrjetet sociale, të tjera sociale, janë pamjaftueshme. Prandaj unë jam për protestat e Shqipërisë, për krajden e protestës, sepse nevoja për pas protesta është edhe këtu, unë kam nevojë të protestoj. Dhe kam shumë arsye për të protestuar, por nuk ka një organizim të njerëzve të cilët do dalin dhe do protestojnë. Si është e mundur? Nazim, më fal. Si është e mundur në kohën kur sheshi Tetovës i rikthehet emri Marshall Tito, shqiptarit e Tetovës protestojnë atje për flamingot. Si shpjegohet kjo? Nuk ka arsye. Po emrat e JNA nuk ekziston ajo si formacion ma. JNA, Armata Popullore e Jugosllavit, nuk ekziston Jugoslavia. Nuk ekziston ajo armat, kurse te ne është rruga kryesore që e ka JNA. Dhe për ironit fatit, ajo është rruga ku është ndërtesa e komunës së Tetovës. Ajo quhet rruga JNA. Dhe tani po thonë ose arsye tjera, s'ka lidhje. Ose arsye të tjera, ti themi ligji për përfaqësimin e drejtë. Ja do t'ju pyes për këtë, po profesoresh, po kapni një moment shumë interesant, sepse e kemi ndjekur këtë reagim edhe nga këtu në Maqedoni, po edhe nga jashtë ku njerëzit edhe e shprehin këtë habi që edhe ju e shprehni, si ka mundësi që nuk ka një reagim për këtë çështje. Atëre ju pyes si një aktiviste që keni qenë, si një pjesëmarrëse në jetën publike prej vitesh, çfarë ka ndodhur atëre shoqërisë tonë shqiptare këtu që për problemet këtu është e heshtur. Si e shikoni ju këtë moment? Nuk e di unë ky sistemi politik të ne, për shembull zgjedhjet, listat e mbyllura, ndoshta ka bërë që poltronizmi të jetë tritet deri në këtë mas, poltronizmi, kurse liderët partijak preferojnë të kenë njerëz të cilët janë të dëgjueshëm. Dhe njerëzit e dëgjueshëm janë ato njerëz të cilët kanë dignitetin e kanë të panjohur. Dhe durojnë gjithçka vetëm që një ditë jetë në një pozitë caktuar, ta themi politike, ku do bëj emër sepse para
futjes politik nuk është, as kërkush nuk e ka njoftë. Dhe besoj se kjo ka bë deri në atë, është një zinxhir që lidhet njëri me tjetrin. Është lista, deputeti, drejtori, pozita, ministri, është ky lideri partijak I cili rreth vetes mbledh njerëz të tillë, dhe kur krijohet modeli I një drejtori, I një ministri, I cili është siç është si e shohim, normal se secili t'i rritën apetitet, sepse ç'a themi atëherë, po kur mundet, ky të bëhet ministër, s'mund e mund. Dhe kjo pra do me thanë I ul kriteret. Dhe këtu mandej futen nga njerëz të lloj-lloj. Okej, kjo është në strukturën partijake. Por çfarë I pengon një njeriu të zakonshëm të reagojë ndaj një fenomeni që krejt si shoqëri e dënuam. Krejt si shoqëri e pam të pa justifikuar. Dëgjoni, janë kërkesa, mendoj interesa aq të vogla personale që njerëzit I mban të heshtur, sepse unë kam pas rastin bisedoj me njerëz pse nuk reagohet, duhet të reagohet për këtë çështje. A dini cilat janë interesat? Thot, sepse ne e dim si funksionojnë partitë tona, po ato nëse është në pushtet, ai të kushtozon. Ta fus në punë djalin e vajzën e këtë atë, edhe I bën që njerëzit heshtin. Dhe për një vend pune të dikujt, të familjes vet, njerëzit heshtin dhe nuk e kanë guximin që dalin në rrugë, sepse ashtu funksionojnë partitë politike, I shohin fotografit, kush është ky, ky ka qenë protest, nuk ka drejt sepse djalin, baba I vet ka qenë protest, djalin si ashtim punë, dhe në një shtet varfër, siç është Maqedonia, dhe I cili varfrohet akoma më tepër, është shumë e lehtë ti ta krijosh një masë të tillë, sepse është një masë e varur nga partia politike. Dhe varësinë, këta e bëjnë në atë që e varfrojnë familjen. Pra, ky është dënimi. Partitë politike dinë të dënojnë, varfrojnë, futen brenda në familje dhe e varfrojnë familjen. Dhe në këtë mënyrë, njerëzit I mbajnë të heshtur, dhe këtu nuk ke vetëm një pushtete, ke pushtetin qendror, ke pushtetin lokal, trembet nga pushteti qendror, trembet nga pushteti lokal, trembet nga kryetari Degës, e she kryetari Degës I partisë në pushtet, dhe kështu që ky zinxhir bëhet I pafund. Po, duke bërë këtë analogji me sheshin e Tetovës dhe me vendimin, atëre ju thoni se kjo është arsyeja që njerëzit nga që nuk shprehin këtu zemrimin shkojnë edhe shprehin diku tjetër, siç ishte rasti në Tiranë, për ta kthyer përsëri këtë paralele me bisedën siç e filluam, ose çfarë duhet të ndodh këtu që njerëzit mos jenë kaq të ngurtë? Nuk e di. Domethënë, unë thash parës, nëse bëjmë një analizë psikologjike të pjesëmarrjes së shqiptarëve në protesta dhe domethënë të jenë aq zëshëm atje, në aspektin psikologjik unë e shpjegoj nevojën për të protestuar. Mirë, po e kanë adresën e gabueshme. Këtë nevojë për të protestuar duhet ta realizojnë tu, aty ku jetojnë, aty nga politika e së cilës edhe varet jeta e tyre dhe familjarëve të vet. Pak na varet jeta neve nga kush është kryeministri I Shqipërisë. Pra, ky është aspekti psikologjik I analizës. Mandej është edhe çështja tjetër, janë turmat. Turmat tërheqin. Dhe zakonisht njerëzit janë të prirur aty ku e shohin turmën s'ka logjik më. Dhe futen në turmën edhe I merr turma para. Dhe janë edhe aspekte të tjera,
aspekte të tjera, ndoshta do kesh pyetje lidhur me atë, të cilën ndoshta do e flasim, por kështu e shpjegoj unë. Po, jo, në rregull. Ja dua të bëj edhe një paralele me protestat e këtushme të studentëve. Unë di që ju i keni mbështetur, por njëkohësisht edhe protestues nga jashtë Shqipërisë erdhën dhe i mbështetën studentët këtu. Ku është dallimi në këtë kontekst? Si e shikoni protestën e studentëve këtu? Kur krahasojmë pra me protestën atje dhe ja prurjet që erdhën nga jashtë dhe që i mbështetën studentët këtu. Disi ne edhe jemi të lidhur, në këtë sens e kam. Unë nuk të rreq paralelen mes pjesëmarrjes studentëve nga Shqipëria me pjesëmarrjen e shqiptarëve të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës në atë. Si e shikoni juve, profesoresh? Kur flasim për protestat e studentëve në Maqedoni, duke qenë se unë jam 25 vjet me studentët dhe e njoh shpirtin e tyre, në asnjë mënyrë unë nuk mund dal kundër kërkesave të studentëve. Kërkesa e tyre ishte shumë e kanalizuar, ishte shumë e qartë, me një qëllim të caktuar dhe diheshte se për çka protestojnë studentët. Dhe studentët kërkonin mbështetje dhe nga ne më të vjetrit, profesorët e tyre dhe të tjerët, të cilët u bashkangjitën në protestën e dytë, dhe bën mirë që u bashkangjitën. Neve studentët me mënyrën se si protestuan në Maqedoni mund të na shërbejnë për shembull. Kërkesa e qartë, nuk u zgjeruan me kërkesat e atyre, me parolla shumë qarta, jo fyese për të tjerët, dhe shumë demokratike. Në këtë rast, këtyre ju bashkangjitën po ashtu student nga Shqipëria dhe Kosova, të cilën bashkë ndjen me nevojën e studentëve shqiptar që të futen në provime në gjuhën shqipe. Është ajo brenga e përbashkët e studentëve të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe e kupton situatën edhe ndjen situatën e studentëve shqiptar të Maqedonisë, prandaj dhe ju bashkangjitën dhe bën shumë mirë që u bashkangjitën. Nuk mundemi ta bëjmë një paralele tani, ne, sepse për dallim nga protesta e studentëve tonë që i patëm në Maqedoni, atje nuk është një agjendë e caktuar, domethënë cili është qëllimi i fundit, final. Fillon me diçka, mos përsëritem tani, dhe kalon në diçka tjetër. Dhe tani kush është ai i cili duhet i bashkangjitet këtyre protestave? A duhet ai që i mbron flamingot? A duhet ai i cili mbron të drejtat e grave? A duhet ai i cili mbron të drejtat e komunitetit, ta themi, LGBT? Apo të tjerë, sepse ka kërkesa të ndryshme që dolen aty, apo ato që janë kundër Izraelit, apo kush duhet t'i bashkangjitet? Prandaj është e paqartë. Dhe nuk mundemi ta vëmë neve këtë paralelen mes protestave të studentëve, të cilat shpresoj se do vazhdojnë, dhe atyre atje të cilat filluan për diçka dhe tani janë humbë në terë, nuk e din ku janë. Ja, edhe një pyetje rreth Shqipërisë edhe kësaj situate. Ka këndvështrime që thonë që Shqipërinë këto protesta e vurën në vëmendje ndërkombëtare të jashtëzakonshme. Nga raportimet për vetë ngjarjet deri atje që e përshkruajnë Shqipërinë si një shembull i demokracisë dhe një shembull se si një vend i vogël ndoshta mund të reagojë interesave të mëdha globale. Në këtë kontekst, si e shikoni, a ka përfituar Shqipëria nga vëmendja e madhe ndërkombëtare, apo megjithatë ju thatishit në Shqipëri edhe shikoni një mungesë lëvizje, njerëzit ezitojnë të vizitojnë, me çka përsëri do të dëmtojnë ndoshta vetë atje qytetarët, sepse nuk ka prezencë të duhur të njerëzve që e vizitojnë Shqipërinë. Protestat janë të lidhura me demokracinë dhe është e drejtë demokratike se cili qytetar të protestoj, qoftë ai edhe një individ i vetëm dalën shesh dhe të protestoj për diçka. Kjo është e drejtë e gjithkujt. Dhe në këtë rast, unë qysh në fillim thash, unë i përkrah protestat, sepse me bindjet e mia, unë nuk jam për atë që një parti politike të jetë në pushtet gjatë kohë, sepse shndrohet nga demokracia në diktaturë. Dhe gjithkund ka ndodhur kjo, jo vetëm në Shqipëri.
nuk është e shëndetshme përveç shoqërinë, duhet të ketë ndryshime. Por ta themi, ç'a të themi më tepër për atë? Ju megjithatë prisni të jetë më e strukturuar, jo kaq kaotike, Po, pra kjo është ideja, normal, që keni frikë se ky lloj opinioni, këto lloj ide të ndryshme mund të mos sjellin qartësi në veprime të mëtejshme. Pyetet për atë se ka mjaft hapësirë ju jepet protestave në mediat botërore, po është e vërtet se i jepet shumë hapësirë, si e drejt demokratike për protesta. Atyre ju pëlqen gjithashtu dhe ruajtja ambientit, si një agent, dhe megjithatë ka një seleksionim të mediave se cilat i japin publicitet. Sepse protestat në Shqipëri, unë nuk i shoh si diçka që është e ngushtë, po bëhet në Tiranë, bëhet te rruga Kryeministrisë dhe mbaron me kaq, në ora kaq fillon mbaron me kaq. I shoh si një çështje pak më tepër globale se sa. E tërë Europa, sidomos pjesët tona të Europës janë në një lëvizje të madhe, në një pikpyetje të madhe se ka po shkohet. Dhe janë ato ndikime shumë të mëdha, ne mundemi të themi po Amerika është large. Me ardhjen e presidentit Trump u çrregullu gjithçka në Evropë, dhe nuk mundemi ta injorojmë neve këtë fakt. Pra, mendoj se nuk duhet t'i shohim aq ngushtë këto gjëra. Në aspektin global janë ndikime të jashtme. Dhe ne si shqiptar duhet ta mendojmë se këto ndikime nga vijnë. Dhe këto ndikime, a janë miqësore apo nuk janë miqësore? Tradicionalisht a janë miqësore apo jo? Dhe t'jemi të vetëdijshëm për atë se tani ditëve të fundit ne po shohim ka po shkojmë, me njerëzit që po prezantohen si përfaqësuese, me kërkesat të cilat po dalin, edhe duhet t'i shohim në këtë mënyrë, pra mos t'i injorojmë këto lëvizjet globale dhe të fokusohemi veç ta themi po ky shehu, ky Ahmeti, ky me emra njerëzit t'i themi. Por pak ma globalisht i shohim. Dua edhe një paralele këtu në minutat e fundit, profesoresh, sepse tek statusi jot disi preke edhe një moment që këtu në Maqedoninë tonë të Veriut shqiptarët janë të ndarë. Nëse jemi një subjekt politik jemi Edi Ramën, dhe nëse jemi një subjekt tjetër jemi Albin Kurtin. Kurse ti kishe bërë një vrojtim të tillë që nuk mund të imagjinosh që Albin Kurti doja deshte, po parafrazoja, doja deshte të keqen Shqipërisë. Prandaj nuk mund të mendoje që mund të kërkohet diçka e tillë, protesta por jo e keqja e Shqipërisë. Si e shikon këtë faktin që këtu shoqëria ose subjektet politike ja tentojnë t'i ndajnë shqiptarët, nëse je me njërin parti je me Ramën dhe nëse je me tjetrin je me Albin Kurtin? Shikoni, ka një kohë pak më gjatë që atë që vërej është se territorin ton, shqiptarët e Maqedonisë, ne që jetojmë këtu, e kanë një poligon të matjes së forcave të dy shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe kjo ka qenë ajo e fundit të cilën e kam menduar se do të ndodh pas luftës në Kosovë. Dhe duke dhënë përkrahje të pakushtëzuar, ta themi, Albin Kurti, Kosova, qeveria e Kosovës, duke ia dhënë këtë përkrahje njënit opsion politik, ne kemi pjesën tjetër e cila e gjen veten te opcion te shteti tjetër shqiptar. Dhe bëhet Maqedonia një poligon i ndikimit forcave dhe matjes së forcave se cili do jetë më i forti këtu. Dhe kjo nuk shkon në favor asnjëri prej atyre shteteve, po aq më pak ne shkon neve në favor, sepse ne nuk kemi nevojë të ndahemi në Maqedoni. Ne jemi aq pak në Maqedoni, ta themi në numër, nuk kemi nevojë të ndahemi. Po kërkesat tona duhet të jenë të unifikuara dhe duhet të jenë, nëse është një kërkesë e një opcioni, ta themi se jemi ndan opcione, duhet kjo të jetë kërkesë e gjithë shqiptarëve në Maqedoni, se brenga e shqiptarëve në Maqedoni është e përbashkët, si ati që është në opozitë, si ati tjetri që është në pozitë. Dhe këto ne duhet dalim me kërkesat përbashkëta. Po si shikoni këtë kur vetë subjektet politike e amplifikojnë këtë gjë, e theksojnë këtë gjë? E shoh, është e turpshme.
e turf në djebile në dje, apo partije nuk e di, e pash dhe e ndjek këtë gjë që ka kris lufta në parlament mes dy palëve shqiptare, kurse pala tjetër i cila është shkaktare e këtyre problemeve, rinë e qetë sepse zihen njëri me tjetrin. Dhe asnjëri për atyre nuk e merr guximin ti drejtohet atij i cili është shkaktari. Pra, kështu i shohun e gjëra. Profesoresh, në fund krejt, nuk du të lë pa ikur, pa të pyetur pak edhe për problematikat tona, sepse në qoftë se shohim këtë atmosferë që vjen nga Shqipëria, vjen nga Kosova, prirje që vijnë këtu, që ndoshta janë të natyrshme, sepse ne gjithmonë kemi komunikuar bashkë në gjithë këto vite, pavarësisht kufive që kanë ekzistuar. Problemet e këtushme gjithashtu kanë një rëndësi. Tani nga një këndvështrimi qetë i juaj, më në distancë, skena politike këtu, duke marrë parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese, duke marrë parasysh protestat e studentëve, duke marrë parasysh mos përdorimi ose zvoglimi i përdorimit tentative për ta përdorur gjuhën shqipe si zyrtare, ligji për përfaqësim të drejtë, a kemi hyrë në një situatë ku shqiptarët po përplasen me njëri tjetrin dhe zgjidhje nuk ka dhe pastaj përdoren edhe politikanët jashtë Maqedonie për të justifikuar njëri tjetrin ose veten e tyre? Janë shumë çështje ato që i përmendet tani Nazim. Janë çështje për cilat duhet ne të protestojmë. Dhe nuk e bëjmë një gjë të tillë. Atëherë mendoj se këto çështje për cilat thash duhet protestojmë, është një palë e cila i mbron këto, me çdo kusht, për interesa shumë të ulta, personale. Dhe pala tjetër, e cila është një opozitë, e cila është aq e qetë, nuk ka një lëvizje nga opozita, dhe po të ishte një vend tjetër, dhe të ndodhte kjo gjë, sigurisht se opozita do ishte pak më aktive dhe do shfrytëzonte për interesat veta si opozitë, si parti opozitare. Ne sikur jemi pajtuar me këtë gjendje të cilën e kemi. Ne jemi pajtuar me një gjendje të personave të nështruar, kjo na pëlqen. Na pëlqen kur nështrohemi nga i huaj, nga ai tjetri. Na pëlqen kur nështrohemi edhe nga i që është yti, sepse jemi mësu, jemi personat atil të nështruar. Jemi mësu të na heqin gjuhën, të na heqin ligjet e ndryshme, përfaqësimit jetë në bazë të meritokracisë dhe jo numrave, dhe ne jemi mësu me gjitha këto. Dhe kemi pranu që t'jemi shtresa e dytë në shoqëri, dhe kështu ndjehemi shumë komod. Por besoj se protestat e studentëve, ta them Nazim, më kanë vënë shumë shpresë. Më kanë vënë shpresë se në këtë vend ka do tri që janë të mençur. Dhe janë shumë të mençur. Dhe janë shumë bashkohor, dhe janë shumë revolucionar në atë kuptimin që ata nuk e pranojnë këtë pozitë të nështruar, dhe kjo është shpresa ime se një ditë do ndroj situata në Maqedoni, dhe dhash Zoti që këta njerëz, këta tri, të cilët na kanë përfaqësuar shkëlqyshëm në të gjitha paraqitjet publike të cilat i kanë pas edhe në Bashkimin Evropian, dhash Zoti që këto t'i shohim një ditë t'jenë liderët tonë tash. Do të presim brezin e ardhshëm, do me thënë. Po nuk e di sigurisht po shpresoj t'jetë sa më shpejt. Profesoresh, me këtë pjesë do ta mbyll këtë bisedë. Sigurisht unë do kisha dashur edhe shumë pyetje të tjera t'ju bëj, por do ta lëm për një herë tjetër, me që është ka si ishte ky reagimi juaj dhe mundësia për të shpjeguar dhe sigurisht kjo lidhshmëria jon me situatën në Shqipëri, por edhe efektet që prodhon këtu. Ishte kënaqësi që ishe pjesë e podcastit, profesor. Faleminderit për ftesën. Të dashur djegës, këtu do të përmbyllim këtë bashkëbisedim me profesoreshën Arta Toçi. Sigurisht ne do të vim sërish bashkë, deri atëherë, mirupafshim.